Mirë se erdhët të dashur Dashi në Letrat Rrëfenj. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Kur hapa letrat, pyetja ime ishte: çfarë po vjen në jetën tënde në këto ditë të ardhshme? Letra e parë kemi 4 të lejthisë. Të dashur deshër, këtu po vjen një situatë ku përmban fort, diçka fort, për vdekje jetën, atë kuptim. Mund të jetë një person, mund të jetë një lidhje, çfarë do lloji, ose një situatë që po të jep në një farë mënyrë siguri. Por ka një detaj, Dashi. Po e mban më shumë nga frika e humbjes se sa nga vlera reale. Shembull konkret që mund t'i jap është: nuk po lejon një situatë sepse je mësuar me të, po mban dikë edhe pse nuk është më si më parë, ose po kontrollon shumë për të mos e humbur. Kjo nuk është stabilitet i vërtet, Dashi. Është mbajtje me zor. Ku duhet të kesh kujdes? Letra e dytë është asi i lejthisë. Këtu është diçka shumë e rëndësishme, Dashi. Po të vjen një mundësi e re, por mund ta humbësh nëse je e kapur apo i kapur pas të vjetrës, pas një situate e pra. Kjo është një fillim i ri, një person i ri, ose një drejtim i ri në jetën e juaj. Kujdes, nëse nuk hap dorën nga ajo që mban, nuk ke vend për këtë të ren, pra. Mundësia që po të vjen në 7 të këmbanës. Këtu vjen një fazë ku do kesh disa opsione. Por, Dashi, jo të gjitha janë reale. Mund të ketë zgjedhje, iluzione, se situata që duken më mirë se sa janë në fakt. Shembull konkret: dikush që premton por nuk mban, një mundësi që duket e mirë por nuk ka bazë, ose një situatë që të huton. Kjo është momenti ku duhet të dallosh reale nga ajo që duket. Dhe letra e 4 të dashur, Dashi, çfarë duhet të bësh konkretisht? Është karroca. Këtu është mesazh shumë i fortë. Duhet të ecësh përpara. Jo të rish në një vend, të mendosh pafund, apo të presësh, apo të mbash për vdekje diçka që vërtet nuk mbahet me zor. Jo pra të rish në vend, të mendosh pafund apo të presësh, por të marrësh drejtimin, të vendosësh çfarë do dhe të mos kthehesh mbrapa. Shembull konkret që mund t'ju jap nga kjo është: nëse një situatë nuk funksionon, lëre. Nëse ke një mundësi, vepro. Nëse je pasigurt apo i pasigurt, vendos dhe ec. Kjo është energji veprimi, jo pritje. Është karroca, duhet të ecni, të lëvizni, të veproni. Dhe këshilla nga letra Oracle që kam marrë është: çdo person që largohet merr me vete diçka që nuk të duhet më. Kjo lidhet direkt me gjithë leximin, të dashur, në fakt sikur ta doja ta nxjerrja këtë. Nuk do e gjeja dot. Këtu po thuhet: jo çdo humbje është humbje, pra, Dashi. Disa largime janë pastrim për jetën e juaj, dhe disa gjëra ikin që të hapet rruga e re. Mos u kap pas atyre që po largohen, apo që duan të largohen dhe që nuk keni nevojë t'i mbani me zor. Këto ditë, pra, janë për t'u liruar, jo për t'u mbajtur me diçka. Një gjë po mbahet me zor, të dashur, një mundësi që po ju vjen për të liruar nga kjo vështirësia, ta them, dhe ti duhet të zgjedhësh drejtimin. Nëse nuk e lë atë që ka mbaruar, nuk mund të ecësh drejt asaj që po vjen. Kjo është fakt, nuk është një mendim, të dashur deshër.